Skuadra vllaznisë do të jetë me forca të plota në ndeshjen e së shtunës ndaj Flamurtarit. Trajneri Baldo Ranieri nuk do të ketë asnjë mungesë, çka pritet të japë atij avantazhin e disa lëvizjeve në formacionin kryesor. I vetmi futbollist që ka shfaqur shqetësime është mbrojtësi Alis Baci, por që me shumë mundësi do të jetë që nga minuta e parë në Vlorë. Duke u ndalur tek formacioni dhe lëvizjet e teknikut italian, siç mësohet, ai mund të bëjë disa lëvizje me zhvendosjen e lojtarëve nga pozicionet e tyre të zakonshme. Saktësisht, Ranieri nuk ndalet as në seanca servitore, duke mos lënë asgjë të kuptohet. Kjo për arsyeën se shumica e servitjeve, Ranieri zhvillonte të njëjtin regjim, ndërsa lëvizjet i realizon në bashkëbisedime me futbollistët. Siç u pallën nga servitja, Ranieri është duke menduar në lëvizjet e Gocajt, por edhe Tafilit, ku mbetet për të parë se ku do të vendosen, ndërkohë që në mbrojtje do të shikohet nëse do të jenë sërish lojtarët të cilët luajtën përballë Tiranës. Për hir të së vërtetës, mbrojtja në takimin ndaj bardhëbluve nuk bëri shumë gabime, përveç rastit të pësimit të golit, dhe që ai nuk erdhi si pasojë e gabimeve trashanike që janë bërë në shumë takime. Nga ana tjetër, problem mbetet sulmi pasi akoma nuk ditë gjej rrugën e rrjetës. Me interes pritet se kush do të ndihmojë Sozën në këtë sfidë, apo sërish ai do të jetë i vetëm. Në mesfush do të rikthehet Shtupina, i cili ndaj Tiranës ka qenë në një gjendje gripale, ndërsa Hajdari akoma nuk ka fituar besimin e trajnerit për t'u aktivizuar si titullar. Sezonin e kaluar Hajdari ka qenë titullar e padiskutueshëm, por në ndeshjet e fundit me ardhin e ligës dhe aktivizimin e Teriut Kalaja, Hajdari ka ngrohur në shumë ndeshje stolin. Megjithatë, Ranieri asnjëherë nuk është ndalur tek lëvizjet specifike në formacion, të paktën për media, ndërsa përpara ndeshjes gjithmonë ka bërë disa zhvendosje. Deri tani, vllaznia ka 5 humbje radhazi, ndërsa shpresohet që me Flamurtarin të kemi një rezultat pozitiv.